Quem Lesh Quni, ish kryetari I bashkiet vogël Manës, sot njësia administrative e Durrësit, edhe më vjen keq që nga një pjesë e mirë edhe njëri nga bashkëkryetarët tha se Manza është përthithur nga Bashkia e Madhe dhe sot është degraduar si bashki. Unë po ju them, në 2000 deri në 2007, para se sa të bëhesh reforma, ne mblidhnim nga bizneset tona rreth 4 deri në 5 milion lek. E ku t'i çonim më para ta, të bënim një kanalizim në ujrash të zeza, një linjë ujësjellsi apo një shërbim tjetër. Ndërsa pas reformës së 2014-s në 2015, le t'i verifikojnë njerëzit kushdo fakte që do them. Njësia administrative e Manzës merr vetëm për infrastrukturën 40 milion lek të reja çdo vit, pa llogaritur ndërhyrjet, ndërtimet e gjimnazit të ri, ndërtim kopshtesh, qerdhesh, ndërhyrje në ujësjellsa që nuk kishte fuqi bashkia e vogël atëherë me 12.000 banor dhe nuk I plotësonte as 12.000 banor. Pra, nuk është dështim total. Ne ndjehemi shumë herë më të vlerësuar, a ka vend përmirësim? Ka. Edhe ne kërkojmë nga 40 milion lek të reja çdo vit të shkojë 70-80. Pastaj, fakti tjetër që na janë larguar shërbimet, nuk e kuptoj. Kush është ai qytetar që vjen te Bashkia e Durrësit nga Manza për të marrë një dokument me vul? Sot futesh në Jellbenia dhe I merr të gjitha. Çfarë do lloj shërbimi duash? Po, shfaq, I nxjerr unë. Prandaj, ama as të folë njëri ty. Të lu. Po, shko hape. Hape tani. Ja Allah. Përmbylleni ju lutem, vazhdoni. Përmbylleni. Po, do ta mbyll. Pra, reforma territoriale të mos politizohet nga politikanët për një deputet më shumë, për një bashki më shumë në listën fituese, qofshin zgjedhje lokale apo parlamentare, por të bëhet në interes të qytetarëve. Unë dëgjova edhe njerëz tjerë këtu që thanë Ishmi nuk ka asnjë rrugë të shtruar. Edhe Ishmi si Manca kam qenë në gjesa publike që kanë përfituar dhe ata, po ai sa Manca. Është drejt atyre të thonë duam të jemi më vete. Edhe Faleminderit.